Në vim të operacionit policor të koduar koordinimi i hetimeve të thedhuara për zbardhjen e njësër vjedhjesh të ndodhura përgjatë 2025 dhe janar 2026, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, shërbimi në Komisariatin e Policisë Kurbin, Komisariatin e Policisë Lezhë, Komisariatin e Policisë Mirdit dhe seksioni i mbështetjes operacionale i DVP Lezhë kanë organizuar dhe finalizuar fazën e dytë të operacionit koordinimi. Si rezultat i fazës së dytë të operacionit, në bashkëpunim me DVP Tiranë, u bë mundur kapja në Tiranë e shtetasit Ene Alies Ellë 30 vjeç, banues në Mamurras, i dyshuar për vetë penale, vjedhje me armë, shkatërimi i pronës me zjarr dhe kanosja, si autori 11 vjedhjeve, 2 karburanteve, një dyqani dhe 4 taksisteve në ngërcënimin e armës, ku dyshohet se ka përdorur një pistolet lodër, si edhe ka kryer edhe 4 vjedhje të tjera në markete dhe banesa. Në momentin e ndalimit, 30 vjeçari ka qenë në shoqërinë e shtetasit GD, 42 vjeç, lindur në Mamurras dhe banues Tiranë, ku gjatë kontrollit të banesës këtij shtetasi janë gjetur të sekuestruar në cilësinë e provës materiale armë gjahu, fishek të kalibrave të ndryshëm dhe aparat celular. 42 vjeçari u procedua penalisht për vetë penale, mbajtja pa le armë të gjahut dhe mbajtja pa le armëve dhe municioneve. Vjen puna intensive për kapjen e shtetasit AL i dyshuar si bashkëpunëtor 30 vjeçarit. Identifikimi i autorëve u bë gjatë fazës së parë të këtij operacioni, të zhvilluar në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës, ndërkohë në bashkëpunim me Prokurinë vijnë hetimet e thedhuara për zbardhjen e raste të tjera të vjedhjeve të ndodhura më parë që dyshohet se janë kryer nga ky shtetas, thuhet njoftim. Materiali kaluan prokurisë jurisdiksion të përgjithshëm Lezhë për veprimet e mëtejshme.